Ka. E para është për pozicionet që i merr Nisma. Që ka kërkuar Nisma? Dhe e dyta... Ta kuptoj edhe publiku. Nisma ka kërkuar kryetarin e parlamentit dhe 2 ministri të rëndësishme dhe dikastëria tjera. Cilat janë këto ministri? Po, ministrit janë marrëveshje brendshme. Dakor, se e the njënën kryetarin e kuvendit dhe 2 ministri. Cilat janë këto ministri? Është kryetari i kuvendit. Kryetari i kuvendit është posti kryesor. Dakor. E para. Dhe e dyta është problemi që kjo marrëveshje mes këtyre dy subjekteve i ka nxjerrë brenda koalicionit, brenda VDV-s, ku një deputet i partisë Albin Kurtit nuk e don zotin Limaj të jetë pjesë e këtij koalicioni. Dhe kjo është përballur me një skenar të fuqishëm brenda. Një deputet i partisë së Kurtit nuk e do Limaj në koalicion? Jo. Kush është? Po një është. Po mirë që nga puna. Një është që nuk e don. Kush është? Dhe ai ka kërcënuar në qoftë se kush është? Fuqisë është problemi i votave, sepse tash me kanë jo mo. Po më ngani, qoftë dhe ai ka kërcënuar vendosjen në qoftë se vjen zoti Limaj, ne dalemi për koalicionin. Po qëndroj te kjo. Kush është ky deputet? Është një deputet i cili është i zonës ku vjen edhe vet Limaj. Për arsye korrektësie nuk ja përmend emrin. Sa po the, dalin nga koalicioni, që ka deputet i koalicionit. Gani Krasniqi. Është deputet i fuqishëm me peshë, cili është nuk e paraqikon këtë, nuk don këtë lloj koalicioni. E munën vesh kanë janës edhe zakonisht si shqiptarët nuk e dan këtë vetin kur qysh me pa atë. Mund të ma konfirmosh të në cilin po flitet apo jo? Jo, absolutisht nuk dim diçka se çfarë po zihet atje brenda, vetëm na mundemi si po shohim nga jashtë, por desha të kthehem në rreth të 9 shkurti. Sepse këto është gjithçka burimi. Zoti Kurti ka 2 zgjidhje, o të bëjë një qeveri dhe kogja me dur të lira në bazë të rezultatit me 48 deputet të shty përpara politikat e tij, sepse po të bëhet një mishmash me PDK-n, ki parasysh që ndahet pushteti dhe nuk mund të arrijë as objektivat e tij, prandaj unë kam thënë edhe më herët që nuk është domosdoshmërisht garancë e plot për qytetarët e vendit tonë që koalicionet prej subjekteve të mëdha kanë krijuar një farë stabiliteti të madh edhe afatgjat. Kemi histori, këtë vend kur janë prish qeverit në momentet më pa përshtatshme të mundshme, sepse kur bëhen dy të mëdha të bashk, ato dhe interesat janë jashtëzakonisht të mëdha që me këqyrë secila po e dëmton tjetrën për zgjedhjet e ashme, sepse si të kryen zgjedhjet fillojnë më mendu për zgjedhjet e ashme. Prandaj unë nuk pajtohem këtu me zotin Maluk. Një logjik, po themi historik ta çoj, le të mos paraqikohet situata edhe nga këta, që një koalicion mund të çoj edhe tjetra procese përpara. Pikërisht, dëgjam, unë veç po